الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë për këtë falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirin të dërguar, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo muslimani dhe besimtari i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta të ditëve të shtuna, ku jemi me vargun të cilin e kemi hapur mbi veprat dhe punët e zemrës. Natyrshëm se njëra nga themelet dhe strumbullarët e fesë së Zotit xhelel xhelalu është edhe zemra e mirë. Kur'ani i ka zbrit zemrave të mira. Andaj Allahu subhanahu wa taala në surën Qaf e ka kushtëzuar përfitimin prej Kur'anit me zemrën të mirë. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, men kana lahu qalb, ai cili ka zemër, pra jo çdo kush ka mundësi me përfituar nga libri i Zotit te bareke ve teala. Njështu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar gjeneratën e parë, gjeneratën e vet, se Zoti i Madh te bareke ve teala u ka parë zemrat dhe u ka pastruar ato, pastaj ka zbrit Kur'ani, që i bie se zemra i ngjan tokës pjellore e pastaj vijnë edhe mbjelljet, edhe shiu, edhe dielli kështu me radhë, dhe normal se del fryti. Përndryshe, nëse zemra nuk është, nëse toka nuk është pjellore, atëherë s'ka mundësi me përfitu as nga shiu, as nga mbjellja, e as nga asnjë përpjekjen e të. Për këtë arsye muslimani duhet punon me zemrën e vet, duhet ta mjekon zemrën e vet, t'i largon defektet, të metat, t'i largon gjërat të cilat e pengojnë ndikimin e librit të Zotit te bareke ve teala. Kemi hapur një vepër të re të zemrës, të cilën kemi filluar në disa prej ligjëratave, dhe ajo vepër ka të bëjë me durimin. Ajo që quhet në Kur'an sabri, sad, be edhe ra, që ka të bëjë me frenimin. E do ta shohim sot me lenin Allahu te bareke ve teala edhe detale më shumë. Përmendëm se Zoti i Madh te bareke ve teala mbi 90 ajete e ka përmend sabrin dhe e ka lavdruar. Dhe përmendëm ligjëratën e fundit nga Ibn Qayyim el-Jauziyje se si Zoti i Madh te bareke ve teala në 16 mënyra retorika e ka përdor edhe ka nxit muslimanin që të jetë durimtar. Dhe ka mbërojnë shumë prej transmetimeve nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët se durimi është gjysma e imanit. Pra nuk ka mundësi me qëndru një iman nëse nuk ka durim. E ne do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se cilat janë shkallët e durimit nga Ibn Qayyim el-Jauziyje, bazuar në librin e Harawiyut, i cili quhet Manazilu es-Sairin, pra shkallët e njerëzve të udhëzuar. Allah na udhëzoft në rrugën e Zotit xhelel xhelalu. Pasi e kuptuam çka është sabri, definicioni, dhe do të përmendim pastaj edhe një definicion tjetër më të zgjeruar nga Ebu Hamid rahimahullahu taala. Mirpo një herë ndajmë shkallët të cilat i ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziyje nga Harawiyu. Zakonisht mas definicionit vijnë shkallët, nëse jo muslimanët jo të gjithë janë në një shkallë. Pra kemi durimtar më të avancuar, më të përparuar, edhe kemi njerëz të cilët durimi është bë pjesë e karakterit tyre dhe nuk e ndin ndoshta edhe dhimbtën edhe atë goditjen e durimit nga ajo se si janë adoptuar në atë karakter. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në librin e tij Madariju es-Salikin, thot qala sahibul manazil, thot autori i librit el-Manazil, pra Manazil es-Sairin, thot, ndërsa këtu e ka sjellë gjithashtu para shkallëve definicionin e tij dhe për kufizimin që ka bë hoxha për këtë meselë. Thot faslun es-sabr, kapitulli i ri i durimit. Çka është durimi? Ka thënë durimi është habsun nafsi ala al-makruh. Habsun nafsi ala al-makruh. Ta burgosësh, ta ndalosh, ta përkufizosh vetveten ku është e hidhur. Pra ka një gjë të hidhur edhe je ti edhe e hidhura. Kur e rrethon veten çaty edhe e mban aty, ç'kjo sabri. Pra kur ti e detyron vetveten me nejt në diçka e cila nuk të pëlqen,
e cila nuk është e ëmbël, e cila nuk shkon për stati, që kjo sabri. Por që kjo sabri dhe përmendëm disa prej ligjëratave, disa prej definicionit ligjëratat e kaluara. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot autori i librit e Manazilus Sa'irin, thot durimi është ta frenosh vetveten në diçka e cila nuk shkon për stati, wa aqlul lisani anish shakwa, dhe ta lidhësh gjuhën, mos ta lshosh në ankesa. Dhe përmendëm disa për definicione, se disa djetare kanë pa se kushti sabrit është mos të ankohesh. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja thot këtu është për qëllim mos të ankohesh krijesave. Ndërkohë që krijuesit mundesh mi ankohe. Pra mundesh mi thon Zotit, kam dhimbt, kam sprov, jam e kështu me radhë, mirë po kjo quhet ibadet. Ndërkohë që nëse këta e bën të njëjtën me krijesat, kjo llogaritet ankesë. Ankesa e krijesës te krijesa llogaritet mungesë e sabrit. Kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet. Andaj, thot Harawiu, durim është ta frenosh vetveten në diçka që nuk të përshtatet dhe ta ndalësh gjuhën nga ankesa. Pra një durimtar nuk ankohet. Një durimtar nuk ankohet. Wa huwa min as'abil manazili 'ala al-'amma. Dhe shkalla e durimit është më e vështira për tërësinë e xhamatit të muslimanëve. Apo do ta shpjegoj Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot: "Wa awhashuha fi tariq al-mahabba", dhe më e papërshtatshmja, më e egra në rrugën e dashnisë. Që i bie se njerëzit të cilët janë të dashuruar në Zotin e Madh, njerëzit që bëjnë me dashni veprimtarinë e ibadetit, ata njerëz nuk e diskutojnë shumë durimin. Apo do të sjellë Ibn Qayyim el-Jauziyja disa për shembull se si njerëzit në dunja, për shembull se shkon ti, kemi na njerëz në dunja, të cilët punojnë për dunjan e vet, për levërdinë e kësaj bote, dhe ti e sheh se thunë kurse ne kisha bërë këtë punë. Që ka njerëz që zgjohet para sabajit, kthehet në shtëpi mas yatsie, non, mramje, flep pak, prap zgjohet, vazhdon, dhe ti e sheh gjithë këtë aktivitet që e bën normal për dunjan e tina, edhe ti sigurisht ja kishe përjashtruar një pyetje edhe ndodh, i thu, ç'është e bën? A nuk lodhesh? Ç'është e ke gjithë këtë sabër? Ndërkohë që ai nuk e diskuton këtë punë. Ja thotë unë kënaqsh në këtë. Ndërkohë që ti me të fut njëjtën aktivitet thu s'unë baj. Dhe do t'i sjellë ta shembull ta kuptojnë se ka për njerëzve, për besimtarëve, të cilët nuk e diskutojnë muhabetin e durimit. Pse? Thotë unë kam hyrë këtu me dashni. Do ta shohim me Allahu te bareke ve teala. Wa ankaruha fi tariq at-tauhid. Thotë dhe më e vështira në rrugën e tauhidit. Do ta shpjegoj Ibn Qayyim el-Jauziyja. E para do ta shpjegoj Ibn Qayyim el-Jauziyja çka është për qëllim. Thot, sa i përket definicionit se çka është durimi, thot kjo është e ngjashme me atë se sa e kanë shpjeguar dietarët më herët, se durimi, për kufizimi i durimit është të ndarësh, të përkufizosh veten, ta shijosh hidhësien dhe mos largohesh. Dhe mos të largohesh. Pastaj mos të folësh. Nuk ban me fol. Njeriu sprovohet dhe fol. Folmja tregon se s'ka durim. E folmja tregon se s'ka durim. Pastaj ka shpjeguar Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe thot këtu e ka përmend Hoxha Harawiu se durimi është shumë i vështirë për xhamatin e muslimanëve. Ka për qëllim të rëndomt prej muslimanëve. Thot, është për qëllim vështirësia e durimit tek njerëzit të cilët janë pjesë e xhamatit të muslimanëve, nga se një numër i madh i tyre janë fillestar në kuptimin e rrugës së Zotit. Pra në përgjithësi njerëzit jo krejt dajnë kohë, edhe jo krejt e kuptojnë fenë e Zotit xhelel në thelb, andaj edhe ju vështirësohet rruga, se nuk e kuptojnë. Që më bëhin njëri në islam, edhe për shembull Zoti e teston, ja teston imanin, ja teston, edhe zakonisht se s'ka ilm për vlerën e kësaj rruge, për ku çon kjo rrugë, natyra e kësaj rruge, dhe ka mundësi me dezertu ose me jarë shumë keq, ose s'e kupton, s'e lidh fotografien, dhe kjo për shkak fillesës së rrugës së tij. Thot, wa ma lahu durbatun bisuluk. Dhe ai nuk e di se si hecet kjo rrugë. Apo, që njëri i cili ka bërë disa vite në udhëzim, do duhet që ai ta dinë se kjo rrugë është e vështirë. Apo nëse dikush për shembull ti thot, aso ti e njeh njëri i cili është biznesmen, tregtar i fortë dhe ka bërë miliona. Natyrshëm një njeri shnosh me men krije, çka thot? Ki sigurisht u ka lodhur për këtë punë. Ka bërë durim, se ka bërë për një ditë. A ka dikush për shembull ka qenë sa milioner? S'ka. Apo
Po, ka mundësi pak me trejt, apo me këto që ka mirë me bitcoina, sot shpall milioner, nesër këto shifsh me hapa. Pse thot ka raha? Do më thonë nuk ka milioner stabil, veç sa ka kalu rrugë gjatë, dhe s'ka mundësi mi unar ajo, aj durim ajo ditësi. Apo, andaj, aj cili e një natyrën e rrugës, thot në regull, ti milioneri, ama sa vështisi ki kaluë. Njëtë është edhe udhëzimi i Zotit. Aj cili e një rrugën, edhe e din gjatësien, edhe din se ku mërin, çka thot? Shka kale. Normal se e fështirë ose në fund gjenet përfundon kjo, Allah na mundsoft. Andaj, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, vështirësohet rruga e udhëzimit dhe mungesa e sabrit në ta është nga panjohuria e atij i cili e merr këtë rrugë. Thot, wala tahdhib al-murtadi bi qat' al-manazil. Thot dhe ki nuk e ka kalit vetën për kputin e këtyre rrugëve. Por shembull nëse një njeri ka kalu shpesh në rrugë. Dhe ndodh për shembull nëpër fshatra e nëpër male, nëse ti shkon për të parën herë. Apo edhe ti rëzosh, apo pse vena tjetëri për shembull që jeton aty, o ai eci më kanë gjatë autoban aty. O ti thua çish me pec ta, thot jam mësuar unë. Apo jam mësuar. Dhe çdo kush ka mësuar me dikan, për shembull ti e sheh nëse një njeri mirët me kafsh, qoftë me kuaj, qoftë me dele, qoftë me deve. Edhe tash për shembull ti nëse shkon të parën herë, ti s'di mu merr me to. Vjen ky mjeshtri këtyre e qetson. Se ki ka durbe, këso i thonë ki e njeket e murtab, kjo mësu me këta. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, thot, andaj kur e kaplojnë vështirësitë dhe sprovat, fillestarin në udhëzim e kaplon padurimi. Nuk e di saj, nuk e di kur atë shkuë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, andaj i bëhet e vështirë bartja e belas. Dhe ka plot për njerëzve për shembull perceptojnë për Islamin, se sikur të ishin në Islam, zakonisht çka thojnë? Kur të ishin në Islam normal se fiton kënaqësinë e Zotit, punon për Zot. S'ka rahati më të madhe se sa në Islam. Apo, po kjo nuk i bie, sa dikush thot, e çish më kuptu o do ta largon këtë kontradikti Ibn Qayyim el-Jauziyje. Se thot plot për njerëzve nuk mundën me bë bashk në mes asaj se në Islam më e vetëm rahati në botë dhe në mes asaj se ka shumë sprova. Çish më bashkuar? Çish më bashkuar? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ma vonë do dash. Hoazojmë. Shumë rëndë nuk kuptojnë se kur themi krejt rahatia në Islam, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Veç me përmendjen Allahu qetësohen zemrat. Jo ajet. A vjen ki ajet ndesh me ajetin, wala nabluwannakum. Ne do të sprovojmë juve. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Ai që ka kriju vdekjen dhe jetën, me ju sprovu juve. Tani këtu thot me ju sprovu, këtu thot qetësia çuto. Si ta kuptojmë? Ose si ta kuptojmë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kënaq në namaz, apo dhe thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa innaha lakabira. Dhe jo shumë e rënd përveç të devotshmive. Tash i shohim disa ajete se sigur një herë më thot shumë mirë, mos e thot, ama kemi u sprovue. Si bëhet kjo bashkë të ndërrogjëm? Kjo bëhet bashkë të Ibn Qayyim el-Jauziyje, kur njeriu e din se kjo sprov kur kthehet në kundërvlerë, në shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Kjo është se ti je në rrugën e udhëzimit. Për shembull, se një njeri thot i thonë ana, a nuk po të lodh kjo udha gjatë që e ke marr, për shembull kam emri me një vend. Ai thot jo. Pse jo? Që njeri merr rrugë gjatë, qoftë për çef, qoftë për turizëm, qoftë për ibadet. Për shembull, ta supozojmë njeri merr rrugë për haxh, merr rrugë për umre. Allah na mundsoft atyre që kanë kanë, inshallah ja mundson. Të ta shijojnë këtë rrugtim të më të mirën në botë. Mirë. Kjo ka vështirësi. Do të dush me rreziku me ibn aeroplan. Apo dush me lën familjen. Dush ndoshta edhe fëmijë dush me lën. Etj. Tash kur ti merresh këto janë vështirësi. Mirë po, kur me vetë si cilin çish po duket, nuk ka më kënaqësi se kjo. Ti tu po e pa e lënë fëmijën, gruajën, babën, nanën, këti pas ke lënë 4 orë në aeroplan. Ani thot s'ka lidhje. Se kënaqësia që e përjetoj, edhe ajo që unë e di ku jam të shkuë, e lehtëson këtë këta. Kështu është edhe në Islam. Ti andaj do të vim se në sabër drejja e tretë ta shijosh belajen. Ta shijosh belajen. Dhe kjo belat shndrohet në për ty një privilegj. Apo sikur që ka thënë poeti, ka thënë mu më gëzon që më ke ofenduar, ka dash një poet një çik. Edhe ajo çika ka fol s'ka fol fjalë mira për këtë. Ka thonë mu po më gëzon që ti më ke shahë. Ka thonë me një formë po më vjen kesh që më ke shahë,
po ka ana tjetër po më vjen mirë që më ki përmen. Ja vini re? Po më vjen keq që nilteni bi isaatin, më ki prek pak që më kisha, ama shumë më ka kënaqur që më ki përmen emrin. Para më dhe zot, tash për shembull e Zotit është më i lartë. Zoti ta çon në sprovë, ta çon në test. Ama ti thu, elhamdulillah që më ka zgjedhur më me hiun në test. Apo ti për shembull, ti edhe për me dash me hin test, do të mos zgjedh. Për shembull, nëse njëri për shembull ka shkollë të mesme, e thotë po du më bë doktor, po du me mor doktoraturën, magjistraturën. Çe i themi ne? Jo s'mundesh, ka dalë për. Do të shkoj në fakultet. E më regjistru, atë pranojnë, asë pranojnë. Qysh me të po be, atë pranojnë, asë pranojnë. Edhe për me hin test, me të dhanë diplomën për magjistër, për fakultet, për shka të kohë, atë pranojnë, asë pranojnë. No, nuk supozojnë, që unë e pinë sabah shkoj. Jo. Edhe në islam, vëllezër, është privilegj Zoti me thonë, atë të provoj. Atë të provoj, e pas të të nxjerrmi në pa imane. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot u azza alayhi wujdanu sabr, thot dhe i vjen i vështirë, ta ndjen sabrin. لأنه ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. Thot ky njeri, nëse është prej të parëve apo prej fillestarëve në Islam apo në udhëzim, thot ky njeri nuk është mësuar me natyrën e sprovave të fesë. Andaj, ky mund të jetë kandidat për durim, pra mund duron me vështirësitë e veta, thot mirë, po nuk është prej atyre të cilët e shijojnë belajën. E të shijuar dhe belave është mesele e madhe. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot hoxha e ka për qëllim që të mrin besimtari në një gradë e cila i ja bën sprovën kënaqësi, belajën lezet. E kjo vëzër është shkallë e lartë e besimtarëve të kanë mërije prej atyre të cilët i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e ka shprehë në shprehje e cila është bërë problematike nga Harawi, pastaj dietarët e kanë shpjeguar dhe Ibn Qayyim el-Juzeyy e jep një kontekst të saktë. Thot, fjala e hoxhës Harawit, ankaruha fi tariq at-tauhid. Çka ka për qëllim? Thot, njerëzit që kanë tauhid dhe iman, as Zotin apo fytyrë, që e njësojnë Zotin dhe i besojnë se ai është një në cilësi, në vepra dhe në krim dhe në adhurimin ndaj Tij. Kjo detyrë o privilegj. Mirë për shembull, gjatë rrugtimit, muslimani gjatë rrugtimit gjatë rrugtimit të këtij imani, i duhet sabër. E tash, supozoja ka sabrin. Njëri thot, jam i mbush me sabër. Apo ç'i thonë tani, mushën i thas me sabër. I ka mush 5. Në rregull, tash Harawi thot tu një problem tjetër. Për fillestarin në udhëzim, cili është problem? Thot wa ankaruha fi tariq at-tauhid. Thot dhe kjo e bën njeriu që ti mohohet apo ti cënohet tauhidi. Si thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, lena fihi quwwatu ad-da'wa. Sepse njeriu kur ka shumë sabër, ja një sabrin vetës. Këtu bie pi testit. Shikoj se kjo kështu është u bë më ndërlikume. Ta zojna në njëri se kena s'ka sabër dhe i folmi me bo sabër, durim me këtë më radh. Në rregull, kjo problem tjetër. E kemi tash një problem tjetër, në njëri ka sabër, ka durim, rri në Islam, rri në sprova, mirë po ky prap rrezikohet për anës tjetër. Cila kjo ana? Thot quwwatu da'wa. Çka quwwatu da'wa? Fuqia pretendimit. A dikush jam unë thot. Ai far sabri kam unë, se kam problem as këtë as këtë. Dhe kjo kur t'ja përkatson durimin vetvetes dhe nuk ja përkatson Zotit, bie pis prove, bie pi testit. Qysh? Por shembull nuk thot Allah i ma ka mundsu më kanë sabërli, se për me met për mua në bi. Kjo vëzë. Kjo është shumë e rëndësishme. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot li anna as-sabir yad'i bi halihi quwwat ath-thabat. Thot sepse durimtari me hallin e vet e mëton, e pretendon fuqin e qëndrueshmërisë. Shikoj vëzër. Tash një njeri ta zona i ka bërë disa vite në Islam, ka pak stazh. Apo çish e ndjen ky një fillestar në Islam? Apo të na i thon hajde te baba, apo to shkaj përdorin njerëzit. Pra me fjalë të tjera, atë ty tek i plak i kësaj pune. Apo dhe arabët e përdorin Ebu fulan, ai i cili mirret me këtë punë. Kjo dawa, kjo pretendim. Ajo e pikurën jam këtë rrugë, unë kam bo sabër këtë rrugë.
Dhe njëse njeriu e kalon një fazë të udhëzimit, fillon i shtohet çfarë? Belaja në pretendim. Ta zonë njëri kalon një bela, kalon do vite në islam, e ka një farë vije të rregullt. Dhe kjo vije rregull tash i bëhet sprov. Se thot ka dalë vëlla, vet për mua vëlla, vet. Keni bën njerëzit kur dojnë me kallë të bë. Sa mos më shtim me fol për veti, po veti këtu qert. Se do të bëj Sheikhul Islam Uthaymeen vet na ju për këtë kush jam unë, apo se e kanë lexuar këto domak historinë time. Këtu fillon tash problem tjetër. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot wa dhalika ad-di'a'u minhu li nafsihi quwwatan 'azima. Thot dhe nëse ban sabër në belaja, edhe rri çish duhet, thot ky i pretendon vetës kuvet të madh. Shiko, këtu Allah i për nejnët. Ky thot unë jam dërimtar. Na çështu jena. Na nuk, na mek. Na kena fuqi, kena forcë, kena durim, kena përballim. Jemi njerëzit betej e kështu më radh. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, wa hadha musadamatun lit-tajrid at-tauhid. Thot kjo vjen ndesh me pastërtinë e tauhidit. Qysh vjen vëzë ndesh kjo me pastërtinë e tauhidit? E mirë, njëri thot, po mirë, mes me bë sabër keq. Po me bë sabër prap po be testit. Ç'a me bë vëlla? Ha? Me bë sabër edhe më ia përkatësue fuqinë e këtij sabrit Allahut. Me thonë elhamdulillahi alladhi sabbarani. Elhamdulillah që Zoti më dhënë sabër. Ai më ka bë sabërli. Apo krejta të mirat janë Zotit. Apo thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot idh laysa li ahadin quwwatun al-battata balillahi al-quwwatu jami'an. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, askujt nuk i takon fuqia dhe përkatësia e fuqisë, përveç të vetmit Allahu subhanahu wa ta'ala, jami'an, komplet, krejt çka ke bo mirë prej durimit dhe dashurisë dhe frikës dhe shpresës dhe sinqeritetit, krejt dush me thonë elhamdulillah, Zoti ka dashur. Andaj banorët e xhenetit kur të hyjnë në xhenet, çka thonë? Çka thonë? A thonë ne o ditën e po ne unë kam punu për këtë ditë? Jo. Që tërkush ju thot, keni punu për këtë ditë? A ata çka thonë? Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Do thonë banorët e xhenetit Zoti na bëf fitnë. Ditën kur do të hyjnë në xhenet, që ndryshe thvolin xhenet lit, ndryshe flasin me lekt për këta. Nuk ka problem me të lavdruaj tjetri, ama ti nuk duhesh me ndjek këta. Çfarë thonë banorët e xhenetit? Thonë elhamdulillah që Zoti na udhëzoi në rrugën e drejtë. Mos na kish kapluar udhëzimi i Allahut, nuk do të ishim udhëzuar. Kjo vëzër është halli i xhenetlijës në dunja, halli i xhenetlijës në xhenet. Pra një njeri i udhëzuar e ndjen udhëzimin si dhuratë e Zotit. Zoti ma dha. Me do është ta marr. Me do është ta merr. Me do është ti në sabasun që është musliman, Zoti na rujt. Andaj vëzër mos pretendojmë se na jo. Krejtën të Allahu subhanahu wa taala, këtë mirësia e Zotit. Për këtë arsye vëzër, kjo është një ndjenjë shumë e fuqishme, po edhe rrezikshmëria e mungesës së ndjenjës është shumë e rrezikshme. E ti marr të mirat e Zotit te bareke ve teala. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, wala hawla wala quwwata illa billah. Shikoj kjo shprehje vëzër lidhet këtu tash. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kjo është dua që ka bëu pejgamberi alayhis salam. Mirë, po çka lidhet tash këtu kur thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, as kujt nuk i takon që të ketë fuqi. E as pretendon fuqi, sepse e gjithë fuqia është e Allahu subhanahu wa taala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tash kjo atu bë dua e ka për qëllim manajën, jo manajën. Se ti kur thu për shembull la hawla wala quwwata illa billah, çka i thosh? Se nuk zgjidhet kjo punë pas e zgjidh Allahu subhanahu wa taala. Hawla a më ndrua. Pra ti thua nuk mundet me nxjerr me ja dal mban pas Allahu subhanahu wa taala. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, la hawla wala quwwa. As nuk e zgjidh punën, as nuk ka takat, as kush pas me Allahun subhanahu wa taala. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, fa hadha sababu kauni as-sabri munkaran fi tariq at-tauhid. Thotë kjo është për qëllim fjala e hoxhës se sabri i kësaj natyre, i cili përkatësohet vetes, thotë i acënon tauhidin robit, i acënon besimin robit. Bel min ankari al-munkar kama qal, لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله والصبر يرد الأشياء إلى النفس وإثبات النفس في التوحيد منكر. Vini rekse fjallia vëzë. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot kjo nuk është veç e keqe, kjo më e keqe atë këqijave. Për çfarë arsye? Sepse
Tauhidi i kthen gjërat te Allahu, e sabri i kthen gjërat te vetja. E vërtetimi i vetës në tauhid o i keq. Edhe një herë, njëri kur ka iman, kur ka tauhid, kur thot Zoti o një, kjo nuk ka fjalë gojes, o vëllezër. Kjo nuk ka fjalë gojes. Kjo është edhe kur të kish sukses, me thon elhamdulillah. Njerëzit, që thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i në librin e tij El-Masakin, thot njerëzit kur kanë suksese, kur arrin një punë me e kry, kur ja del mban, apo lodhe e kryn. Çka thot? E bana, e kryta, diplomova, e bleva, e shita, sakrifikova, durova, dhash zakatin, agjërova, u fala, i bëra. Kjo është vetja e parë që po flet. Apo? Kjo është problem. Thot, dhe i dha khab, me ba me dështu. A thot, khip tu, dështova? Jo. Thot, kaderullah. E shkrume. E qish be burë e shkrume kur po dështon, e s'po e shkrume kur pja del. A në regull kjo dhe zërë? A në regull ti me njoft Allahun se ta ka shkrujt veç kur ja huq. Qa me bashkë? Njerëzit kur dështojnë, po qatë baj Allah pilëkurës në po dalun e qashtu e pa shkrujt Allah i hajt. Kitë në regull, e regull a kjo, apo? A kur fitove? Ti fitove, a? Jo Allah, edhe kur fitove Allah e ka shkrujt, pa edhe kur e humbe. Ama ti e aj cili e përgjegjës për këtë punë. Vini dhe zë, njerëzit bojnë dëllavera në fjallë. Gjeni njëri që ka thot, pa ta sukses, elhamdulillah. A këshyre që ishe fladiti njerëzit vetën kur dështojnë, e ban një plan si del, kader Allah, se pa shkujt zoti. A se pa shkujt, apo? E kur e ban e mirë, e kur ta mundsoj, a dite me thanë elhamdulillah, o vëzë njerëzit e njohin zotin vetëm në qfarë. I u kujtohet zoti veç kur dhe një sprova, apo? Një pik nga deti, me ja turbullu zoti, ha? Harron detin, thot, kjo pika pak, kjo pika, një pik, pikit detit mirave, veç një pik. Njerëzit e kipa, pak me ja u turbullu zoti, pak me ja u që një sprov, harrojnë kretat mirat e zotit, vazhdimisht e ka majt me të mira. Njëri për shembull ka 40 vjet shnet, 50 vjet shnet, 70 vjet, 80 vjet, asnjë smuje se ka. I bie diçka, shka banave. Shka po kur gjabe vazhdon 80 vjet pa të shnet, një test vogël. Minjar shka çollin gjunave, o Allah i madh, shka banave. Minjar fillon mu anku sepse kin në statusin e vet mendon dhe beson se këtij s'duhet më ndodh kur gjao. Pse ti s'duhet më ndodh kur gjao? A keni shpjegim pse nuk duhet më ndodh kur gjao? Në besimtarë s'ma me lip sprova vëzër. Po nëse vjen, jo me akuzue, jo me... Andaj, shiko njerëzit janë hilegjir në përkatësin e gjërave. Ja përkatësojnë Zotit të keqën. A kur është e mira, e harojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. E harojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Shiko në vëzër, merë në lindjen dhe vdekjen. Lindjen dhe vdekjen. Kur shkoni ju me varroz dikan, qështë halli njerëzve? O Allah e falë t'i shala, Zoti e falë. E shëllat që kur s'ka një gjami, apo, është pak i hup njerë, ama e ti që e doa janë të bo. Vem pak kështu si sateliti humbur, mirë po e gjerë rrugën, se këtu doa bo, se ka vdeki. A e mëjt njëjtë në spitalin e lindjes? Ja, me lule, me kurdele, me asi. Allah, po kush e prunën e be këta? Kush e prunën do një këtë fosh në tane? Kush ta mundësoj me pas e vlad? A nuk është Allahu gjele gjelalu? Ku janë lutjet, ku janë falëndërimet, ku janë minjorë për Zotin? Kur të vdesin, pra, a shkoj kja, o Allah, e kur ta dha? Andaj njerëzit janë qështu vëzër. Njerëzit kur i morin të mirat e Zotit, e merë, habitet me dhuratën e haron dhurusin. Kur t'ja morit, o Allah, pse ma morit ti? A tu kujtu Allah, ja? Allahu ti merë gjërat për më të kujtu e. Oj, nuk janë tuat këto. O vëzër, i Ibn Qayyim Gjauziya shpesh e përdor, ne jemi konsumator, fi suratil Malik, dukesh si pronar. Njeri thot e kam i motën list, i motën list. Thu se ajo pi xhenetit ka zbrit. Apo, ma ka dhanë mu komuna, ju shka do një bani. Tu më rritë shbija sa mo. O ndëruma, e kupton se ti nuk jebe pronarët. Ani ba ajo asë mësë më të hinë kujshi janë shbeja ajo. Qaja është? Të mëna Allah ka mundësu do letra mi pas që mësë me diti kuj tjetër. Ta mënë, për çke dunja që ka jemi, në regull jemi. Po ti e le ata. Andaj vëzër, nuk duhet besimtari me kujtu Zotin e madh, vetëm kur ka të këqija. Kur ka smuja, e keni pa. Njerëzit kur kanë shëndet, a thënë elhamdulillah?
Rall. Mirë. A kur kanë smundje, bani dua, lutuni, o doktor, kështë më ra. Pse o dhe zër? Sepse njerëzit janë të prirë, përveç ka në ka mëshiru Zoti, me kujtu Zotin veç kur ka fëqirësi. Kur ka fëqirësi, e nalin muzikën, i nalin krejt, pse? Vdiqki. E kur ke gjallë, andë dhe zë më zbomi asë Europë të cilët e njohim Zotin kur kena vetëm të qia, po ta njohim Zotin kur kena të mira. Andë ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam Ibni Abbasit radiallahu anhu, kur e ka mësu, ka thonë një ghulam prej grumbullit marrë fjalive, ka thonë njëhe Allahun kur je në rahati, të njef aj kur je në vështirësi. Na shpesh që na dur ka Zoti kur je në vështirësi, ama nuk na përgjigjet. Pse? Po ju më keni haru kur je ka në vështirësi, kur i keni rahati, andaj edhe nuk të përgjigjet kur je në vështirësi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot tauhidi i kthen gjërat te Allahu. Që një njeri cili është besimtar në tauhid, me tauhid, me iman, ai thot këtë Allah i ban, këtë Allahu xhelel xhelal. Dhe këtu vëzër vini re. Njerëzit nuk dinë me dallue, dhe do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala në gjëratën e tefsirit, te fjalë Allahu subhanahu wa taala, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk është tjetër posi dërguar. Nëse vdes apo vritet, a lini ju rrugën e Zotit xhelel xhelalu dhe e filluam këta me botë të xhir, do ta vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala. Atje do ta vazhdojmë këtu, na duhet të sabri dhe tauhidi dhe ithbatun nafs, me vërtetu veten. Vini re vëllezër. Ka dallim në mes krenaris me islam, me fe, dhe krenaris me fetarin tane me këtë fe. Edhe njëherë, shumica e njerëzve vëllezër krenohen me fe. Do të feja më e mirë në botë, çfarë feja unë kam? Islami, vetëm ja pranume, kjo në rregull. A mundesh mu krenu në çike dozë me fetarin tane? Edhe njerëzve, që ta kuptojna, që tu rrshasin plot njerëzi, kur ki krenohet me fuqinë e islamit. Po islami madhe, normal është ndjenje madhe me u krenue. Apo? A mundesh mu krenu ti me fetarin tane në raport me këtë fe? Por shembull, a dallon mu krenue se ne e kena më të mirin pejgamber, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vula pejgamberis, s'ka shkel në dunjë njëri më i mirë në tokë. Allah na bashkon me ta në xhenet ya rabbal alamin. A mujna me çket krenarit dërdikun mu krenu edhe që na i rim atina vi për pene çka ka bo. Ja, kjo e dita pak marana. A mundesh për shembull ti me thon, unë e kam profetin më të madh në botë, pejgamber Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Edhe si dush këshirma dhe fetarin teme njësoj e kam. Njerëzit krenohen me të parën, para s'ka njolla. Ta supozojna, një njeri ka qëllu në familje, baba dhe nana kanë punue dhe kanë mëri pasurit madhe. Edhe dele vladi krenohet. Ja mushin gjepet ato me pare, ja blen kerrin, edhe ki që ka thot? Gjali milionerit. Kitë në regull në këta e dina, se baba e ka bo. Ti vini re dhe zërë. Islami o i madhë, s'ka dyshim. Kurani o i madhë, s'ka dyshim. Muhammed Sam është i madhë, s'ka dyshim. Krenaria me këto nuk ta rregullon fetarien tane. Krenaria me fe në islame nuk ta përmirëson fetarien tane. A e kuptove këta? Shiri njerëzit, këshiri mirë me çka krenohen. A u tu krenu që e ka farë sa bojnë xhami, a tu krenu se islami o hak. Cëla? O do që islami o hak kitë krenohen. A jetin që këtë hak, pikpytje e madhe është. Do ta shoj pasaj dallimet, sepse ne zakonisht, dhe kjo vëzër e bën mës me pas efekt veprimtaria jo dhe fetaria jon në ndrimin e fejës të atyre që se kanë fejën e vërtet. Pse? Pse për shemë vëzër sahabia me një qku, me një ven, zakonisht përqindja e kanë, ata njës janë bo musliman. Pse ti kur shkon me një qytet nuk thënë ato, a di shka, a erdhe apo? Musliman apisat. Pse? Se na krenome me islamin. Jo në si musliman që janë pasqyrë për islamin. Edhe njerëzit të cilët janë islam, ato se kanë dobësi në islam. Çka thonë? Mirë, ky po krenohet me do rregulla të mira. Po kur ti futen në jetë, ta shohim. A kuptova vëllazër?
Njerëzit dëshirojnë që ato rregullat e forta që ka i pretendon, që ato parimet e forta që ka i pretendon, ti mishërosh në jetën tënde. Kur ti mishërosh dhe ta shohin se kana e mundshme kjo fe e madhe, mu zbatu dhe ka në njëri që e mban, ata në rregull. Ja, ka qenë një prift murk. Edhe ka shku njëri prej muslimanëve mi bo davet. E ka përmend këta Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Edhe ka thënë Isa është i joni, jo juvi. Ka thënë jo, Isa është i joni, ju e keni Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ka thënë jo, pejgamber këtë janë vllazën. Dhe Islami është feja e Isës alayhi salatu wassalam. Dhe debat pas debati ka thënë, shiko, ti me goj mundesh me mbind mua se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber dhe Islami është hak. Ka thënë po unë nuk po shoh te ju ibadet i cili ja kalon Isës edhe njerëzit që kanë qenë me Isën. Kaloja si dush. Ka thonë, qysh me ja kalu? Qa kërkon ti? Ka thonë këshire, ne kemi një disa transmitime se Isa a.s. Ato nuk ka thonë a.s. E kanë besimin ndryshe për Isën a.s. Ka thonë Isa a.s. Ka pas rastet që s'ka hangër buk 40 dit. A munësh ti? Ti a munësh? Ka thonë veç 40? Jo, ka thënë mjashtua. Ja, mjashtu një dit. Në rregull. Ka thënë nëse e baj, premton që hin Islam, ka thënë premtoj. Edhe kja ka bo vetës, ka thënë o Zot një mom të baj, ta baj këtë çka pe kërkon. Pastaj ka shku ka thënë, a i do dhe 10 për mua? Ka thënë a i të presë dhe 10. Pastaj ka shtu dhe 10, 60, ka thënë nuk ja kish mundsu Zoti dikujt me bo këtë vepër, pos në saj e ka një fe e cila është e vërtetë dhe ka i Islam. Vini vëzër, ideja e kësajna, por shka e cilë e Muhammed al-Ghazali, se njerëzit nuk ngopën, nuk ndikohen pillafeve, dhe sa të shojnë barën pak të mishru me këta. Por shemull vëzër, nëse një njeri, por shemull, ta zojna rënacak. Apo, edhe por shemull ti e një të thonë, e ka ndalu për nga mësa më rejnë, zma më rejnë. Ama ti këtë qka jetë nguti, ti se kina rënacak, qka thu, o, e vërteta që kjo fe, për një me e ka ndalu me rejt. Po pëqitisën e marrë se kjo rejn. A kuptohë dhe zë? Sahabja kur ka shku me bo thirin Islam, që kanë thonë krishterët? Që kur e kanë bëhe? Që shtu ka thonë dukën shok të Isës. Sa kanë ditë dhe zë? Shumica e sahabës kanë ditë transmitimet shumë ta. Shumica e sahabës janë konë hafëza, nëse kanë konë të angazhum me luftat shumë të nuk të Allahu Gjelle Gjelalu. Për këtë asyjo dhe zër, duhet dalojmë mes fetaris dhe fejes. Feja Allahut të hak, ka s'kush në leviz ata. Feja Allahut i ka parim më të matë për pik të mbot. Mirë, veç një pak para se me folti, edhe une. Qa ka të baje kjo? Pse ti, mirë, pse ti të lejohet mu krenu me parimet Islam me mu jo? Në kim boti sa njës në e qojnë kryen parimet fetare, vla, Islami, aki, kinë regullo, po pse mu jo? Po shka mu jo? Nëse ti me fetarin të anë mbind po, ama me fej jo. Pse? Se këtë fej që që lezon të i lezon edhe i shka s'beson. Ama aj, pse nuk bindet? Se nuk e ka po fetarin dhe dikush. Kër e pytën Aishën radiallahu anha, na fol pak për pejgamberin alayhi salatu wassalam, çka tha? Kana khuluquhul Quran. Ai Kur'an, të na e dinë se Kur'an që ec, jo, ka qenë karakteri i tij Kur'ani. Ha? O vëzër, të da bëni dallim. A ka ditë bedewi ju me morë Kur'ani me lexue e me thonë kjo fe ka në hak për një Islam? Jo, s'ka ditë. Ka arë njeri për deve, kur gjon jetën e vetë përveç deveve dhe ati kazanit kë e musht, qumshtin s'ka pa ndonjë edhe havajas. Shator, deve edhe qumsht. Që kjo njëtën e vetë veç e ta e ka pa. Që ki njeri me qëket kapacitet mendor, ka e ka kuptu se Islami o hak? Ka e ka kuptu? Thot Abdurrahman el-Muallimi rahimahullahu ta'ala, thot nuk ka dyshim se kapacitetet intelektuale të bedewive nuk kanë qenë në atë nivel që të shoshisin argumentet e Kur'anit se Islami o hak dhe tjetra për paganizmit o batil. Ka thonë mirë po, fuqia e karakterit pejgamberit ton alayhi salatu wassalam ka qenë parezistueshme. Kur e ka po, ti je pejgambera, po. U kri. Ai do thonë ti që i në hak, ai do thonë që Allah ka thënë pejgamber, po. Që si njerëz mund mos më kanë çështo. Sikur që Abdullah ibn Salami radhiyallahu an, i cili u shbo shok i pejgamberit para prakisht u kanë rabin edhe hibor, a kanë alim jehudive, hoxhi jehudive.
Edhe çuçi ka diçi pejgamber. Ka thonë për ftire. Ja, ato thonë që janë pejgamber po. Prit ta shoh ftirën ka thonë. Ka shku pak si anës, ta këshire ftirën. Kur e ka po ftirën ka thonë, çiki njëri janë pejgamber. Për këtë arsye vëllezër, muslimanët na fatkeqësisht duhet të bëjmë davet, thirrje, pak më tepër me fetarin ton sesa me fen ton. Pra, me fetarin ton i bim njerëzit në fe. Me moralin ton njerëzit i bim fe. Me veprimtarin ton me këtë fe njerëzit i bim fe. A veç me llafët e tona për këtë fe, duke mos zbatuar këtë fe, njerëzit e morin për tallje. Sikur që thotë Abu Hamid rahimahullah, kur fasiku flet për moral, kur i prishti thart për moral, njerëzit thonë, mos para e kanë valla. Ai do një po, mos ma ani beleja këtë muhabet që tërkujna valla. Që me të artini hajdut me të fol për shembull, valla, mos vendni, valla, mos vendni, çai thotë, valla, dilba jashtë ti. Dhe mos ban hajgare me neve. Ti hajdut më rei, apo. Bile do të më marr xhepat kështu mos na merresh diçka ti po na fol neve, por hajdut ni. Apo, andaj njëri duhet vëzër me fetarime bo. Por këtë asi e thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, tauhidi gjërat i kthen te Allahu, këtë Allahut janë. A sabri i kthen gjërat te vetja. Sabri i kthen gjërat te vetja. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e ta vërtetosh veten me bashkë me tauhidin, nuk del bash mirë. Nuk del bash mirë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy rahimahullahu ta'ala. Thot dhe këtu thot ka për qëllim autori se njeriu duhet të arrijë njërin prej shkallëve e cila quhet shkalla e ngjizjes në mes durimit edhe dashurisë. Ku njeriu domon me dashurinë edhe me durimin e arrin deri atë çka e dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot Hoxha el-Harawi, thot qala wa huwa ala 3 darajatin, durimi ka 3 shkallë. Durimi ka 3 shkallë, zakonisht që kemi përmendur se Harawiu gjithmonë krejta veprat e zemrës i bie 3 shkallë. Edhe veprat e trupit në 3 shkallë. Kështu e ka, shku dhe Ibn Qayyim el-Juzeyy e ka ndjek në këta. Shkalla e parë e darajatul ula, dhe kemi përmendur vëllezër gjithmonë, për të kuptuar gjërat, gjithmonë portretizoj me fizik. Qysh i bie 3 shkallë në sabër, portretizoj me shkallë. Shkalla e parë, shkallë të shtëpia shiki, shkalla e parë, shkalla e dytë, shkalla e tretë. Dhe zakonisht e keni pa kur japin, domethënë kësi medalje dhe dekorime ose diploma njerëzve për sporte të ndryshme ose garime, e hipin ndonjëri te shkalla e parë, tjetri shkalla e dytë e kështu me radhë. Andaj portretizoj këtu që ta kish pak më afër. Shkalla e parë thot, darajatul ula as-sabru anil ma'siyah. Shkalla e parë është kështu. Sabri që mos të bësh gjuna. Bi mutala'atil wa'id, duke e shikuar mirë kërcënimin kuranor, ibqa'an 'ala al-iman, ta mbash imanin, wa hadaran min al-haram, dhe të ruhesh prej haramit, wa ahsanu minha, dhe më e mirë se kjo, në shkallën e parë është as-sabru 'anil ma'siyati haya'an. Dhe më e mirë se kjo është çfarë? Të durosh mos të bësh gjuna pi marrës. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e ka përmend në shkallën e parë Hoxha el-Harawi që në durimin që mos të bësh gjuna janë 2 sebepe edhe 2 dobi. Pra 2 sebepe njerin e nxisin mos të bëj gjuna, dhe 2 dobi janë këta. Cila është e para? Thot, sa i përket sebepeve, sa i përket sebepeve, njeriu gjunahin nuk e bën për 2 gjëra. Po njeriu nëse pyetet pse nuk i do bëj gjuna, 2 gjëra janë. E para, fal khawfu min luhuqil wa'id al mutarattib 'alayha. Shtytsi, nxitsi i parë që dikush nuk bën gjuna, cila është friga që mos ta kape kërcënimi për këtë gjuna që është caktuar në Kur'an. Pse s'bën zina? Xhenem. Pse s'vjedh? Xhenem, do të më xhenem. S'do më nzan. Pse s'piraki? S'do më xhenem. Kjo është sebebi i parë. Apo, sebebi i dytë është turpi dhe marrja prej Zotit të Madh. I vjen marrë robit që t'i shfrytëzon begatitë e Zotit për mi bëj gjuna Zotit, dhe që ti del karshia ati me punë të mëdha. Në ti e shfrytëzon nimetin e Zotit, ti e hap bukën e Zotit, e pi ujin e Zotit, e merr fuqinë pi kësaj buke dhe këtij uji, dhe me këtë fuqi dhe me këto durshka ti ka fal Allahut i bën gjuna. Kjo njëri ka njerë që elen gjunajin prej kësana. Kjo është 2 sebepët. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, sa i përket 2 dobive. Dobia e parë cila është,
thot fel ibqau ala iman, me mbet në iman, me rrit imanin, edhe me u kujdes prej haramit, me u kujdes prej haramit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, sa i përket ta përcjellësh kërcënimin kuranor dhe të kish frikë për këtij kërcënimi, thot kjo nxit fuqia e imanit në lajmin dhe besimin në përmbajtjen e tij. Për shembull, vëllezër, ta vëmë krahasim. Pse njerëzit për shembull nuk gjejnë sabër mos me bëni gjuna kur e di se është i kërcënuar me ndëshkim nëse e bën? Për çfarë arsye? Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja se ose ka dobësi imani, ka bëni ajrat, po, Allahu alem. Pak që kjo mihije, por shembull ti kur ta dëshosh për shembull, pse e bën kjo gjuna? Di se harama. Haram, a di që ndëshkohesh për këtë? Apo, ama kur t'ja niset dobësia e imanit, që beson që ç'është duhet, atëri i bën problem. Tjetra. Lajmin që e ka marrë për kërcënimin dhe përmbajtjen e këtij lajmit, nuk e beson sa duhet. A dënojna? Bëni me dënojna. Kur t'ja niset që këtë rrugë me hillëzër, nuk ka ku vetë me nën gjunahin. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, thotë, andaj fuqia e imanit në lajm dhe në përmbajtjen e këtij lajmi dhe këtij kërcënimit e nxit njeriu me mos me bëj gjuna. Për shembull, vëllazër, apo qyre njerëzit, Allah s'e ka nis me dënime. Apo te na thash, kjo Safe City. Allah s'e ka nis me dënime. Veç vërejtje. Mëson mos me vodit shpejt. Kujdes. Apo njerëzit e kanë çupluar. Jo, ata që nuk mbijnë, që nuk dënime, më shkoj rroga këtë. Edhe ti shef njerëzit, Allah pa ardhur dënimet, Allah nuk është funksionale, e nalin shpejtësia. Bona hazën, sa nena paguj. Njerëzit vëllezër në dunja i ndalin gjërat se dënimi o kesh. A nuk ka këtu, nuk thot ai të besu. Tak mesazhin, ai filani ti po. Çka ku i gje? Shikoj vëllezër. Njerëzit sa më shpejt që e shohin dënimin, aq më shpejt reagojnë. E Zoti ka sprovu njerëzit me disa prej gjërave, u ka ndalu, ka thonë dënimin e merr më vonë. Si tjetë më vonë, veç një probleme ka njerëzit. E dini ju që i thojnë të na, kur vepra është bëhe vjetër, apo është lande vjetër, është me përdorë terma pashonisht. Ama nuk ka dhe zda Allah lande vjetër. Gjuje këta. Jo. E ki bëhe ditën e parë që ki him bilik gjunajnë. Ki mu logarit për së ta. Ti ki arruë. Ti ki arruë do gjunajnë, që s'ki në idejë që kur e kom bëmër këtë gjunajnë. Nuk ka. Andë dhe zërë, sa ma e fort bindja në lajmë dhe kërcënim, aq ma shumë njëre në alvetër. O dhe ka dërnime për këta. Nëse duhet të lezër me drejtu makinën 50 në qytet, se më 51 aj po shkrum. Po Zotë i madhë gjellë gjellalu, o Allahu gjellë gjellalu, mos shkobe që kënejna, u shkojë në. Shko lezër, a mund është më po azgan me ndëshkimet? A mund është më po azgan me ndëshkimet? Ska azgan me ndëshkimet lezër. Me ndëshkimet e njëzve, o me ndëshkimet e Zotit, Allah na falë, ja Rabbel Alamin. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, sa i përket turpit, thot, që që nëzit turpi njëri me lëngjëra, thot, fa jeb'athu alejhi quwwatul ma'rifa, fuqia e njojës, e një Allahun mirë, e një Zotin mirë, a di kush është Zotin ma të bareke vë ta'ala, thot, wa mushahadatu ma'anil asma'i was sifat, thot, dhe njohja e meanave të emrave dhe cilësive të Zotit të bareke vë ta'ala. Për shembull, thot, që dashuria të jetë nxitësi i lënjës gjunat. Njëri për shembull njëra e lëni vepër, pse për le Allah, s'ka qef baba me e baba, respekt për babën, respekt për nanën, respekt për grujen, respekt për kolegën, respekt për një 20-30 vepra si bojnave që s'ka qef nana, baba, gruja e tjere tjere. Ka njerë njëri për fëmine vetë, s'ka be qef ki, a vëtën. Ki bashkë këto shkapi festojnë tash, këto fesat e huja, qef i gjallit. Ka ra kim 5 vetë, ka ra. 55 vetë, qef i gjallit. Ban filma me vetën, ban filma me vetën. Ka me pa në ahiret se a kon qef i gjallit, a kon qef i këtina. Vini në dhe po kjo është vërtet, se na plot pigjërave i lajmë për shkak dëshirave të njerëzve. Për shkak dëshirave të njerëzve. Argument. Ku tjeti vet, a e ban njëjtën? Kur ti je në shtëpia, edhe kur je në publik, a vesh është njësoj? Ja,
se ndron raporti, o relative. E ti tash i ki vesh këmishën, e vesh mirë, se më shohin njerëzit. Qysh dallon kjo? Momentin e parë shka hin shtëpi, për shkak se s'janë këto njerëzi, për të hirtë të cilëve ti veshesh, i merr e gjunk mesha rrin pijame. Pse rrin pijame të shtëpia? Se nuk i kam këto shka do të më pa. Fini rëvizë, shumë më rëndësi. Ne, nëse shumë për hatra lajmë punë, a nuk është edhe Allahu ai për të cilin na do punë do të milan? Me thonë qëre, veç për hatrëve, as do zotja, nuk e baj. Jo pi frigës, fëmija s'ka shka të banë ti për do punë shka i banë. Ama veç për hirë të zotit të bare kjo e tala, por që më njerë me thonë, zotë janë nuk do, edhe u këri këtë punë. Për këtë asyje dhëtë i bën Qayyim el-Jawziyja, e len në robi gjunahin, për shkak të dashnis çka e ka për zotin e vetë. Si për shembull, ka thonë sikur për shembull halli i Suhejbijinve. Kush është Suhejbijinve? Ka arë një transmitim dhe zër nga Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu wa arda, se ka thonë për Suhejbin radhiyallahu anhu, ka thonë ni'mal abdu Suhejb, sa rob i mirë është Suhejbi radhiyallahu anhu. Sahabiju e ka lavdru sahabiju, ka thonë lau lem jekhi fillaha lem jasihi, ki edhe mos më ju tut Allahit si bën gjuna. Që jo dhe gjithë për fjallë ka thonë? Ki, Suhejbi, edhe mos më ju tut Allahit si bën gjuna. A i tutët Allahit, po ki edhe mos më tut si bën gjuna. Pse? Se ki i ven mare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë ka bërë shumë gjëra edhe për frikës, po ka bërë edhe gjëra për dashnijës. Kur i ka thënë Aisha radhiyallahu anha grujave që Rasulullah pse po falesh çka shumë kur gjunaat i kit falta, ka thënë efala akunu abdan shakura, efala uhibbu an akuna abdan shakura. Po kam çef më kon rob i falëndërues. Po gjunaat i kit falta. Me na thonë njëri pineve vëllezër. Me na thonë njëri pineve kështu. U kri shpërblimin e kije, në xhenet kime inshallah, Allah na bëj fitnë. Si dush falë, si dush mësë falë. E kryte, nuk hinë gjenem, hinë gjenet. Mirë i shkanë mu falë, që së falë është i lidhje. A vjenë më në gjami dikush? Jo, vëllë. Pse? Dekret. Zviju në më. Për këtë asio dhe zë shiko për nga merin tonë, alai sallat e selam. Veç hinë tani, veç hinë të vetja. E jote dhe para me ndo qëfar shpirti dhe nefsi dhe madhështi e ka Muhammed a.s. I ka thonë Zoti jonë të bare kjo e tanë në Kur'an, në surën el-Feth, ti kimi falë gjunahët e kaluara, ma të kaddeme min dhembike wa ma të akhara. Gjunahët shka i ki ba, kënë regull, jo veç kaq, edhe ato shka kimi ba. O dhe zërë, a mund është që varë dikush me e pas këtë grad? O, shka dush banë falë të kije? Po njëri banë krim, o dhe zërë. Krim be banë zullum to. Pse? Thot, po të falë be e kam, të falë të kam. Njëri fmija, kur o fmi, ndaj cilit prind, apo ndaj cilit njëri në familje është më i guxim shëm ndaj ati cili e di se ma shumë e falë. Për që më fmija, o dhe zërë, a është ma guximtar ndaj babës e ndaj nanës? Ndaj nanës. E ma e dopt, ma shumë e falë, kutin e baba, ka dole, me këtë qëra mua bejt e ka. Pse? Se ndaj nanë është ma e guximshme. Aso i thot ma shumë fjale, ata e ranon ma shumë, aso ja kundërshton lafin ma shumë. Pse? Se thot, shko shkan ban kjo, ma falë ma tepër. Kur të vene, a i tjetri, si do mos ata të cët janë rritë komunizëm, e dini ju, a i tut kitë ma halën e, jo fëmijën, e shti e edhe për një masit vdes, apo a ka dek mirë. O dhe zërë, pse? Se thot kisë ta falë. Ki nuk ta falë. Për këtë asyjo dhe zërë, shiko, pejgamberi alayhis salam dhe se me ka pos të falë me e kamun e të falë. Qka dush banë? Dhe kjo dhe zërë i ka ndodhe dhe Othmanit radhiyallahu anhu që më stojit dikush kjo ka pejgamber. Normal që e pejgamber dhe banë. Jo, ka ndodhe Othmanit. Në luftën e Tebukit, kur i ka sjell Othman ibn Affan radhiyallahu anhu 960 deve, edhe 40 kuaj, edhe 1000 pare, pasuri, të mbledh të në qesë, e ka gjujtë në prejhën pejgamberit alayhis salam, qka i ka thonë? Ma dharra Uthmane, nuk i bën zarar Uthmanit radhiyallahu anhu, qka ban Masodit. Kri me e ka kimo, u kry. I kalove kita testit.
Ama alak i imër ti. Alak i imër. Pse o vëllezër? Që ka ndodhë me Uthmanin? Se s'ka thonë Uthmanin, unë e bëj çka du. A keni po do njerëz vëllezër? Aja nuk ka ideën që u i falt, as si ka këthan dikush i falt, bën gjuna e si mi ka një falt. Se kjo është vëllezër e trashëguar për jehudive, se ju khfaru lena. Ai që na i fal neve. Jo rastisht ata vrasin fëmijë vëllezër. Se ja ka shtin sistemat në krije, më falet mua. Lën të mesën në naru illa eja me ma'dude. Neve në gjena mina veç pak 7 dit i kena, por që ato 7 dit po baj krim. Kjo mendësi jehudike ka hinje të plot i muslimanëve. Odo pse i të bëj krim, të falte ka mune. Kush të ka falti jo dhe? A ki qekat priftave, atë kujna, apo? A merë qek tja? Ata ka fala? E kemi të regu shpesh atë rastin e ati priftit, i cili i ka lodh njerëzit, i ka lodh. Jo rastisht të vëzër Evropa i ka bo ato revolucionet të mdoja. Për çfarë arsye? Që janë mësu me gjunat të falta. Ban fal. Atëra ka shku njëri dhe çfarë ka bo? I ka shku një priftit edhe i ka thanë: a ka gjuna që s'falet? S'ka, ka thënë. Vetë se kushtojnë, që ato me qeka i ka bos. Ta shku në qekin, që ki pi raki, që ka që ki, ama parë di merë prifti. Ka thonë, a i kalëzomi kasa janë për raki që kaq, për zina që kaq, për mi bau dam dikuj që kaq. Ka thonë, unë du me bo nja një krimtran. Ka thonë, ka thonë, du me vra njeri. Shtrajt kështon, ka thonë. Shumë shtrajt ake. Ama jo, ka thonë ti mua, ma fal. Ka thonë, ta falat më shumë shtrajta. Më ka shku ki me bo korrupcion në qfar? Jo rasisht e lëzër njeri, s'ka mundësi me ta fal. O harrojbe që dikush ta fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marr Fatimën, e ka marr Safijen, allën e vet, e ka marr Axhin e vet. Edhe i ka thonë, o Abbas, o Safije, o qika jeme, punoni se së një baj dobi të Zoti xhelle xhelalu. A më disa njerëz që shtojnë vëzë. Unë thotë rri me këta, të falte kam demek. Rranje vetën. Edhe ki ka thonë, du me vra njeri. Ka thonë shumë shtrajto. A unë ka thonë shkruam, unë e paguj. Ja ka bo qik. Ja ka thonë parët. Ka thonë, a e kam të falë tash? Falte ki ka thonë. Më shikoj insani kër e ka për qetrin, apo 100 shkopin në shpin tu jam pak. Ka thonë, a e kam të falë? Po. A mu i me shku me bo? Po. Edhe ka vro priftin. Kështu janë edhe shumë njerëz. O a të falë të kiti vla mustanije, por i talaj gjelluala e ke bo. Shkona i ban zulum, ti thot, por i talaj gjelluala e ke bo. Kur u bove zulum i bo për i talaj subhanahu wa ta'ala? Zulum o vezër me bo për i Zotit Gjelle Gjelalu. Ja si kur ta që vrasin fmi, thot, Zotin e ka thonë qështu. Pse? Që thot kja kriminell i vogël. Kja kriminell i vogël. Ja këta njerëz të cilët ne kanë trashëgu neve sot, shumë prej muslimanëve, bive të muslimanëve, që bojnë zullum, thot me knaq Allahin. Me knaq Allahin me zullum. Allah në arrujt. Dhe na i quditmi dhe zër. Quditmi se qfar do të nasjeli ditët e ardhme, sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk vjen një dit para kiametit, vetë sa ishka ka kalu, ma e letu kon. Ajo shka ka me ardhë dhe zër. Andaj muslimat du të mu përgadit, du të me mësu për fe, du të me mësu Kur'anin mirë, du të me mësu sunetin e pejgamberit mirë, mu mbrojt me atë shka na ka mundsu Allahu që na mu mbrojt. Pse? Sepse dhe zër, njerëzit kanë me shku, a folën për vetë vrasin. Njëra prej sebepeve që i kanë caktu për nga cila dhe zër, është çrregullimi psikik, shtypja psikike. Çka është ka këto dhe zër? Shtypja psikike. U djezi së një lidhi gjarët, së një lidhi. Apo, ti o dhe zër, a nuk t'ju të shmend juve kur e shet t'i kriminelin t'u t'folë për mirësi? A nuk ju të shmend juve kur e shet t'i pianecin t'u t'kallzu se njërë t'u më ka një këthjelt? Pianecat dhe zër, këthjellu o vla. Ti po më kalzon mu me më këthjela. Hajdutit flet ti për vlerën e pasurijës. Tu që, mali huj, s'ban vla. O zëna veti këna një njërës, hajdut, babe babgjisha, mali huj vla. Po dil ke mali huj. Dela, e vlezër, kjo të shmend, vlezër. Andaj, du të me rujt njeri menën e vetë. Dhe, shiko vlezër, kur ta shifë se dikush ka kalu në ndikim afër çmendurijës të ti, heke pirime. Apo, e keni pa për shemë kur dallashitët e hub kontrolën, kompjuterja, diçka, çka thoi njëra prej na, sidomos te na, apo shime kallë thot. Kanë jarë vëzë shime këtë, komplet leje shime këta. Mos e le me torturu mo, sepse tortura vëzër çon konop, Allah na rujt. Tortura çon konop. Andaj,
Kitë presion, nëse nuk ka iman i cili e zbut, s'ka sabër i cili e zbut, i bën njësë çmendën, çmendën, dezertoj njerëzit. E i në të pa, dezertoj. Ja njani ka dal, ka dezertu pi fesë Allahu subhanahu wa taala, pse? A dini pse dezert? Të një arsye. Ka thonë, kom dezertu pi fesë, Allahu na ruaj fen, ja rabbal alamin. Ka thonë, pse ke dezertu, pse ke në islamin? Ka thonë, se nuk ka musliman që ju dalin zot muslimanëve nga Gaza. Mos ja kjo fe hak. Edhe janë gjithë të miliona musliman. Pse nuk i ndihmojnë vëllezërit vetë musliman? Sa kjo fe e vërtet? Allahu na ruaj. Allahu shikoj çmendet njëri. Kur e shef fëmijën e vdek, fëmijën e vram, këne i sheh njerëz të bo çefe, të bo lukse me miliona dhe miliarda. Thot, po pse besin iman Allah? Po çmendet, andaj të më rujt maksimisht fejen, edhe kur ta shehë se dikush ka ndikim negativ te ti. Dhe bëhet një lloj shtypsi i keq te ti, e ke pyrrime. Çish e ka pyrrime vëllazër? Largoj. Larg. Sepse njeriu vëllazër do të më rujt stabilitetin e vet, ekuilibrin e vet. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja se këto janë dy sebepat edhe dy dobit të cilat i ka përmend el-Harawi në këtë kontekst të sabrit. Pastaj i ka shpjeguar Ibn Qayyim el-Jauziyja edhe më tepër se si ndodh që të jetë lënja e gjunahit për turpit më e madhe sa lënja e gjunahit prej frikës Allahu subhanahu wa taala. Pasi ka shpjeguar edhe shkallën e dytë edhe të tretë, mirë po koha na ka mbaruar. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti onjë xhelalu na jap durim me të cilën Allahu na ban qabul tek ai. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti onjë xhelalu na mundson që të punojmë me Kur'an, ta duam Kur'anin, ta madhrojmë Kur'anin, ta madhrojmë sunetin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Na mundson Zoti i Madh te bareke ve taala që të jetojmë me këto mësime të Zotit xhelalu, me mësimet e ulemave dhe dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon muslimanët kudo që janë, sidomos ata vëllezërit tonë që kanë në dobësi dhe kanë sikleta, dhe sidomos në këtë dimër të fortë dhe në këtë acar. Allahu t'i përkrah, Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i jap forcë ta kalojnë këtë bela. E ata që të bëjnë zullum në tokë dhe bëjnë krime dhe fesade, Allahu ndërmjet vetit i shpartallon. Ya rabbal alamin, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.